Hoxh Bekim Halimi është shpallur në ngrata, po për publike një arsye për këtë vendim. Kur merren vendimet e tilla, dhe një personi publik, qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë transparencë dhe gjithashtu sqarime. Shqipëria është shtëpia e të gjithë shqiptarëve, pavarësisht bindjeve fetare. Kjo është një vlerë që duhet ta ruajmë dhe ta mbrojmë. Hoxhallarët kanë mision të përhapin fjalën e Zotit dhe të udhëzojnë njerëzit në rrugën e paqes, drejtësisë dhe moralit. Kur një qytetar, qoftë edhe hoxh, shpreh mendimin e tij për çështje që prekin vendin dhe popullin, kjo nuk duhet të jetë arsye për ta denigruar apo për ta etiketuar. Shpesh dëgjojmë komente si shkon në Arabi, po pse ti thuhet një shqiptari musliman kjo gjë? Ajo është në vendin e tij, në tokën e tij, në tokën e të parëve të tij, njësoj si çdo shqiptar tjetër. Në Shqipëri jetojnë musliman, katolik, ortodoks, bektashin, madje edhe ateist. Të gjithë kanë të drejta dhe meritojnë të njëjtin respekt. Atëherë, pse ka kaq shumë sulme ndaj muslimanëve vetëm për shkak të besimit të tyre? Feja nuk duhet të jetë arsye për çarje apo përjashtimi. Nuk është e drejtë ti thuash një muslimani, shko në Arabi. Ashtu, siç nuk do të jetë e drejtë ti thuhet një të krishteri, shko në Itali apo në Greqi. Shqipëria nuk i përket një feje të vetme, ajo i përket të gjithë qytetarëve të saj. Sot, dashuria për Shqipërinë nuk matet nga feja e askujt, por nga kontributi dhe përkushtimi ndaj vendit. Islami, ashtu si çdo fe tjetër e pranishme në Shqipëri, meriton respekt. Bashkëtesa fetare ka qenë gjithmonë një nga vlerat më të çmuara të popullit shqiptar. Ta ruajmë këtë vlerë dhe të mos e lejojmë që përçarja të zërë vend mes nesh. Le të debatojmë për idenë dhe politikën, por jo të gjykojmë njerëzit për fenë që besojnë. Shqipëria është e të gjithë shqiptarëve.